Dy anije që ankorohen në portin e Durrësit mbeten të vetmet të dyshuara për ndotjen masive të plazhit me hidrokarbure. Në mungesë të një përgjigje konkrete mbi shkaktarët e ndotjes, autoritetet përgjegjëse thanë se është kërkuar riekspertimi i hidrokarbureve në dy anije, përkatësisht në një tragjet udhëtarësh dhe në një anije tregtare. Në këto 2 mjete lundruese, ekspertë dhe inspektorët e mjedisit kanë marrë mostra të lëndëve djegëse, pasi gjatë ekspertimit të parë janë vërejtur disa komponentë të ngjashëm me atë çfarë u gjet në Bregdet mbi një muaj më parë. Nga verifikimet e bëra në të tjera anije që ankorohen në Durrës, është provuar se nuk janë përgjegjëse për ndotjen. Sipas ekspertëve, ky është verifikimi i fundit që do të kryhet dhe në mungesë të vërtetimit të komponentëve, ndotja rrezikon të mbetet pa autor. Për këtë çështje prokuroria ka ngritur akuzën e ndotjes së ujrave, vepër penale që sipas legjislacionit shqiptar dënohet nga 5 deri në 10 vite burg. Nga derdhja e vajit të djegur të motorëve të anijeve u ndotën në rreth 3 kilometër vijë bregdetare, nga ura e Dajlanit e deri në afërsitë të pistës Iliria.